Gjatë këtyre ditëve janë të majtë mbrëmjet e maturës, shumë mirë, le të kënaqen dritë. Mirë po, ajo që bie në sy është se gjithkohë, secili që vëdel në media, nuk flet çfarë suksesi ka pasur në shkollë. A regjistru në universitet të mira, a kanë pranua, a kanë mësya, në Oxford, Cambridge, në Harvard atje, ku ta diun. Mirë po, krejt thonë, teshat e mia 1.000 euro, ora jam 10.000 euro, kerë jam 100.000 euro. Pra, këtu, vetëm njeri vlen qaq sa ka. Zoti e di që kanë bërë prindët e tyre ato pasonia, që kanë bërë këta, ku ta diun. Mirë po, çështu i mësojnë ana trit prej zvogli. Do të thonë, vetëm qaq sa ka. Mos shkoni në shkolla, mos ndjekni shkollat, po para apo vjen tjetër ka. Realisht nuk vjen para tjetër ka në aktivitete të lehtëshme, vetëm nëse ki shumë fat, përndryshe duhet me i gra e me mësu. Po këtu nuk ekziston kjo. Ta zojmë për shembull, a keni pa në për filma, në perëndim kur diplomohet në shkollë, kur është mbrëmja maturës, se kësaj gjanash, domethënë, pa vihet ai më i suksesshëm në mësime. Domethënë, atij jepet fjala. Qysh tregon, qysh duhet me ndërtu jetën, ose qysh e ka mbrëmja të suksese, ose çka mënon me bëj, çka duhet më bësh shoqënia. Pikëveshtrimet e tij, pra. Ndërsa këtu, teshat. Edhe thojna masanej fukarallak. Jo, s'kena fukarallak. Nëna fukara prej menve, jo prej pareve, prej pasonisë. Faleminderit.